Spanja pushtohet nga ethet e derave, mobilizohet ushtria, thuhet se buron nga ushtria spanjolle u urdhërua për të frenuar një shpërthim të etheve afrikane të derave pranë Barcelonës, të cilën zyrtarët thanë se mund të jetë shkaktuar nga një derë i egër, ushqimi kontaminuar siç është një sanduiç. Kështu, u shkaktua një zinxhir ngjarjesh që tani po prish një industri eksportit mishit të derit me më shumë miliarda euro. Me vlerë shumë miliarda euro. Spanja konfirmoi të premten se 2 dera të egër të gjetur të ngordhur në parkun Collserola, 21 kilometra larg Barcelonës, kishin rezultuar pozitiv për sëmundjen, duke nxitur krimin e një zone përjashtimi prej 6 kilometrash rreth zonës së prekur në Ballatera. Autoritetet tani po analizojnë raste të tjera të dyshuara në zonë dhe po presin raste të tjera. Mundësia më e mundshme është që një sanduiç ushqimi kontaminuar mund të ketë përfunduar në një kosh plerash. Duhet të marrim parasysh se Ballatera është një zonë me shumë trafik nga e gjithë Europa dhe pastaj një derë i egër mund ta ketë ngrënë atë dhe të jetë infektuar, ka thënë ministri i bujqësisë katalanase. Mortaja afrikane e derave, e cila është e padëmshme për njerëzit, po përhapet me shpejtësi midis derave dhe derave të egër, duke paraqitur një rrezik të konsiderueshëm ekonomik për Spanjën, një nga eksportuesit më të mëdhenj të mishit të derit në botë. Zona infektuar është afër autostradës AP7, një rrugë kryesore transporti që lidh Spanjën me Francën. Ordeing tha se mungesa e derave të egër të infektuar diku tjetër në Katalonjë dhe Francë do të thotë se transporti i ushqimit të kontaminuar nga njerëzit mund të sjellë virusin. Përpjekjet për të kontrolluar sëmundjen u intensifikuan të dielën me 300 policë dhe roja rurale katalanase të vendosur të ndjekur nga 117 antar të njësisë ushtarake të emergjencës e sot. Ministri i bujqësisë i Spanjës Luis Planas tha të shtunën se rreth 1/3 e certifikatave të eksportimit mishit të derit në vend janë bllokuar si rezultat i shpërthimit, megjithse deri më tani asnjë fermë nuk është prekur. Fermat e derave brenda një rreze rreth 20 kilometër nga shpërthimi fillestar po përballen me kufizime në operacione dhe shitjet e tyre.